Në 2003 mua më ka ndruar jetë vajza ime, 21 vjeç, nga një aksident rrugor. Dhe tani e kuptoj nënën time, pse ajo nuk I ishte të zezat. Më duket, kur vesh në diçka kështu them, sikur e traftoj vajzën, që është në botë të vërtet. Duhet më kuptosh edhe mënyrën që flas ndjesin e një nëne. Bëri 2003 më grua ta kuptoje nënën tënde? Më nën për ta kuptuar nënën tënde? Jo se kisha kuptuar, por ndjeva më shumë dhimbje. Thash shife çdo, tash kur të hikur shoku jetës, thonë të pret krahët. Ikja fëmijës, pastaj është humbje totale për nënën. Është shumë e vështirë të gjesh një nën dhe të thuash, shiko, a jeton? Si mund të jeton një nën kur fëmijë se ka? Por, Flori, duhet të dim që unë për hir së vërtetës lexoj. Dhe nga libra të ndryshme, thot shiko, kemi lindur vetëm, do ikim vetëm. Hugo thot një shprehje shumë të bukur. Lindja dhe vdekja është premtim, thot që në momentin që lind nga nëna. Mbase kjo, them, më ka bërë që të kaloj shigjetën e dashurisë për vajzën që më ka mbetur. Tash aty kam 2 fotot dhe të mamit dhe të vajzës që më kanë ndruar jetë. Dhe çdo mëngjes që ngrihem them, shiko, jam unë që dua të mbroj. Edhe sikur më japin urim, e them, Tasha, ditën e mbar. Si quaj vajza? Vajza quhet Majlinda. Majlinda? Majlinda, në vitin e 2 tek Instituti Bujqësor, një vajzë që kur e merrte nëndën, I thoja Majlinda, se vinte që, Majlinda qa more, nënd. Po s'ka për... Jo, vetëm 10. Nëse të pëlqeu intervista, ndaje këtë video me miqtë e tu. Dhe mos haro, bëj subscribe në kanalin e YouTube-it Flori Gjini.